Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju dinamikat edhe ngjarjet më të mëdha që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Pyetja që më së shumti më bëhet është kjo: Tirona është fokusi tek çifti Brikena Mateo dhe apo mundohen banorët që ta ndajnë këtë çift, do me thënë ta largojnë nga njëri tjetri. Tani, duke e njohur lojën e Big Brotherit, duke studiuar në mënyrë të detajuar, është më se normale që banorët të luftojnë që një çiftin ta ndajnë, ta largojnë, sepse një çift, përpos dashurisë në shtëpinë e Big Brotherit, që mund të krijojnë mes njëri tjetrit, krijojnë edhe një superfuqi, do me thënë bën një aleancë fort brenda shtëpisë që në fakt synojnë për finalen. Mateo dhe Brikena këto ditë sado që kanë qenë të afërt, kanë qenë edhe të largët. Unë mendoj që mënyra se si Brikena mundohet ta trajton, do me thënë, marrëdhënien e saj, që edhe pse jemi në ditën e 73, akoma nuk po mundohet që t'i vë pikat mbi i, që do me thënë ta rumbullakson më këtë gjën. Çfarë t'i bën? A do t'jetë një marrëdhënie të cilën do ta vazhdojnë jashtë dhe dëshiron që kësaj gjës, do me thënë, t'ja jep përgjigjen jashtë, apo thjesht akoma nuk ndjen për Mateon? Brikena është duke luajtur me dy karta, me sa e shoh unë. Në momentin kur banorët i sulen Mateos në shtëpi, ajo e mbron. Në momentin kur Brikena është e rrezikuar në fakt nga banorët, Mateo e mbron atë, sepse loja ka ardhur shumë e vështirë, do të thënë loja ka ardhur shumë e ashpër. Por në momentin që ato të dy janë vetëm, në privatësinë e tyre, për shembull janë te pjesa e grimit, janë tek lavanderia, janë tek veranda, do me thënë Brikena i thot Mateos ca fjalë që realisht nuk mund të t'i thot një person e cila ndjen për ty, do me thënë ja thot që ti si je i dashuri im, unë ty nuk të kam asnjë gjë, etj etj. Tani Mateo gjykohet nga banorët pse shpreh shenja xhelozie. Unë jam i bindur që pa marrë parasysh se çfarë statusi do të ketë Brikena në jetën e saj dhe çfarë statusi ka, xhelozia është më se normale në një lidhje dashurie, sepse Mateo, nga ajo që unë kam arritur, do me thënë ta njoh këtë lidhjen, nuk e sheh Brikenën vetëm si një lidhje dashurie brenda shtëpisë së Big Brotherit, por ai Brikenën e sheh më shumë se sa një lidhje dashurie, do me thënë më shumë se sa një energji të bukur brenda asaj shtëpie. Dhe kur themi më shumë, i bie që Mateo në këtë rrugtim është shumë serioz. Ndoshta Mateo në logjikën e tij, që edhe ndoshta nuk dihet ja shpreh, se këtu deri në një farë mënyrë edhe Mateo e ka fajin që nuk e ulën Brikenën, edhe do me thënë ta mbyllën këtë gjën, që e fillojmë si lidhje, apo e mbyllim si gjë që edhe unë mos të ri të vi nga pas non stop, sepse bëhet shumë e shëmtuar. Do me thënë, edhe banorët ja përdorin këtë gjën Mateos. Mateo ka treguar vërtet shumë qetësi, ka treguar shumë qytetarizëm, ka treguar shumë djalë me vlera, por në fund të ditës, do me thënë, një marrëdhënie me patjetër që duhet të finalizohet se si do të vazhdon ajo marrëdhënie dhe cili do të jetë rrugtimi i asaj marrëdhënies. Unë e shoh Mateon pak në siklet për veprimet e Brikenës. Brikena nuk e lejon të bën Mateo asnjë lloj veprimi, as nuk i kanë bashkuar krevatet, është gjithmonë boli në mesin e tyre, edhe në momentin që Brikena, do me thënë, brëm e lejoi Mateon t'ia kapën dorën, ishte një prekje, të themi kështu, një prekje shumë e vogël, nuk ishte ajo liria e madhe që një çift realisht duhet ta fiton në një marrëdhënie. Tani pyetja është edhe sa do të shkon kjo gjëja kështu, do me thënë, unë mendoj që kjo gjëja kështu nuk do të shkon edhe shumë gjatë, edhe pse nëna e Mateos e dha atë dritën e gjelbërt për çiftin, do me thënë, ju dha një lloj informacioni nga jashtë. Brikena besoj që ka arritur ta kupton që edhe jashtë e preferojnë dhe e duan. Por Brikena shpeshherë thotë që unë nuk dua ta bëj një gjë për klikime në qoftë se unë nuk e ndjej. Tani nuk e di se çfarë është kjo gjëja që e step Brikenën, a është fakti që këto të dy, do me thënë, nuk i takojnë të njëjtit besim dhe ndoshta këtë e ka frikën më të madhe Brikena, sepse në shumë mentalitete kjo gjë gjykohet.
dhe thotë se si do ta përjetojnë familja ime, ndoshta Brikena është banorja që ka më së shumti nevojë për një surprizë, për të marrur një dritë nga familja e saj dhe për ta rumbullaksuar këtë ndjesinë. Do me thënë, ajo dëshiron që të qëndron afër Mateos, dëshiron që të krijon momente me Mateon, dëshiron që të ndanë çaste me Mateon, dëshiron që të argëtohet dhe të qeshet me Mateon, por jo ta finalizon këtë lidhjen e saj. Unë e shoh Mateon shumë të fokusuar edhe në lojë, por edhe te Brikena. Tani është Mateo që i shkon nga mbrapa, është Mateo që shkon në vendet ku është Brikena. Brikena zakonisht gjatë gjithë ditën e kalon ose te krevati e shtrirë ose në verandë duke pirë cigare, nuk është se bën diçka tjetër. Dhe domethënë kjo lloj përditshmërie mua më duket shumë e lodhshme. A do ta përballoj Mateo? Kjo gjë nuk dihet, por që Brikena tash më ka arritur në atë pikën që duhet të t'i vë gjërat mbi is, siç e thash në fillim, do të thënë duhet t'i finalizojmë gjërat e saj, që vazhdojmë në këtë rrugë apo nuk vazhdojmë në këtë rrugë. Nëse nuk vazhdojmë në këtë rrugë, atëherë le të mos ta mbaj pengun këtë djalin për muaj me radhë për të pritur një përgjigje nga unë, sepse Brikena është shumë e ftohtë në fakt në raportin me Mateon, edhe pse këtë gjë e kanë thënë edhe opinionistët. Tani le të qëndrojmë pak me fjalën e Arbrit, që ja thatë shtu në Brikenës, që ti të gjithi do aty brenda, vetëm Mateo nuk e do. Dhe realisht qëndrimet e Brikenës këtë konotacion japin, këtë gjë konstatojnë. Që me thonë, aty çdo gjë mund të ndodhë brenda dashuri, por vetëm Mateo nuk merr atë që don. Unë besoj që Mateo do duhet pak të aktivizohet më shumë, do duhet pak të jetë më i përfshirë në lojë, më i përfshirë në debate, sepse në fund të ditës aty Mateo ka hyrë për ta fituar çmimin e madh, ka hyrë për të fituar trofeun, edhe pse hyri shumë vonë, ai diti të shprehën jashtëzakonisht bukur kulturën e tij, qytetarinë e tij dhe vlerat e tij njerëzore, dhe mendoj që këtë lodhjen shpirtërore, se kjo është lodhje shpirtërore, që Brikena ja bën duke u munduar që t'ja prishën në shumicën e rasteve, se Brikena ja prish, mendoj që kjo e lodh Mateon dhe demoralizon në këtë kënd të lojës. Por besoj që ka ardhur më koha që kjo gjë të finalizohet, sepse derisa Brikena thotë që unë edhe Mateo nuk do t'jemi edhe çifti në dasëm, kjo lë për të kuptuar shumë, do të thënë se çfarë po ndodh me raportin e tyre. A ka vërtet Brikena ndjenja apo nuk ka vërtet Brikena ndjenja? Dhe për këtë gjë, Brikena i thotë unë kam pëlqim, por s'kam ndjenja, që kjo nuk shkon, do me thënë nuk përputhet, se një njeri që ka pëlqim ka dhe ndjenja për atë, nuk mund të shkon pëlqimi pa ndjenja, por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj se si ju në fakt deri në këtë pikë të lojës e shikoni këtë marrëdhënie, e shikoni këtë lidhje. Shkruani komentin tuaj, jepni mendimin tuaj për këtë raport.